Në varzën e kremtimeve të 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar, sot në Asamblenë Gjenerale të Organizatës së Kombeve të Bashkuara u miratua rezoluta e cila 5 shtatorin ditën e ndarjes nga jeta të humanistes dhe nobelistes shqiptare Gonxhe Bojaxhiut në Nënës Terezë shpall ditën ndërkombëtare të bamirësisë. Për këtë bisedoj me ambasadorin e shtetit shqiptar pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ambasador Ferit Hoxhën. Ambasador, rezoluta për ditën e bamirësisë, ta them kështu, rezoluta për Nënën Terezë u miratua. Si shkoi puna? Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka ndërmarrë sot një vendim i cili për ne është një rëndësie të veçantë, për mos thënë të jashtëzakonshme, dhe ka adoptuar një rezolutë me unanimitet e cila përcakton datën 5 shtator, dita kur Nën Tereza u nda nga kjo botë, dita kur bota humbi Nën Terezën, të grua të çmuar, të grua të vogël por me zemër të madhe, dhe çdo vit tashmë e tutje, data 5 shtator do të festohet, do të përkujtohet si dita ndërkombëtare e bamirësisë, si dita kur njerëzimi ftohet, çdo vend, çdo shoqëri, pavarësisht nëse e pasur apo e varfër, ftohet të jo vetëm të mendoj për atë kontribut të jashtëzakonshëm të çdo akti bamirësie, por dhe të mobilizoj sa më shumë, sa më mirë, jo vetëm burime materiale, pasi bamirësia nuk është thjesht kufizuar në para apo në të mira materiale që mund të shpërndahen, mund të jepen, por është shpirti i vullnetarisë, i solidaritetit, për të ndarë kohë, për të ndarë energji, për të ndarë përkujdesje, dashuri për ata që kanë nevojë. Do të thotë nga tani e tutje dita 5 shtatori, dita kur Nana Terezë ndroi jetë, do të njihet apo mund të themi do të jetë dita ndërkombëtare e bamirësisë. Rezoluta e thot shumë qartë, siç është miratuar sot pasdite përpara më pak se një ore, që data 5 shtator është dita ndërkombëtare e bamirësisë dhe në rezolutë është përcaktuar qartë që kjo i referohet kontributit dhe trashëgimisë që ka lënë ajo grua e vogël, siç e thash, me zemër të madhe, çmimi Nobel, Nën Tereza. Është për mua një akt shumë i përgjegjshëm, është një akt ndoshta i munguar i Asamblesë së Përgjithshme për të njohur këtë kontribut të jashtëzakonshëm të Nën Terezës, dhe është dhe do thoja simboli më i mirë, jo vetëm për të nderuar dhe respektuar punën dhe trashëgimin e aktivitetit të Nën Terezës, por dhe për të mobilizuar dhe për të mbajtur gjallë qoftë imazhin e Nën Terezës me gjithçka të mirë që ajo ka përfaqësuar dhe përfaqëson sot, por dhe për të mobilizuar brezat e ardhshëm mbi nevojën e vazhdimit të aktivitetit humanitar bamirës për të gjithë ata që kanë nevojë. Ambasador, faleminderit e ju përgëzoj për këtë. Faleminderit, është një sukses që ne kemi ndarë me disa vende të tjera, me gjitha vendet që besojnë se duke përcaktuar një datë siç është 5 shtatori tashmë e vendosur në rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme për bamirësinë, që vetëm mund të ndikojë për të shtuar dhe me të aktivitetin bamirës me gjithë efektet pozitive që ka. Ne duhet të jemi shumë krenar që kjo ditë është e lidhur me një nga personat më të rëndësishëm që ka dhënë kombi shqiptar, edhe siç e theksova në ndërhyrjen time, që është dhurata që kombi shqiptar i ka bërë njerëzimit. Faleminderit. Lutem.